Ajo që mund të themi duke marrë Shqipëria, duke hapur gjithë kapitujt për antarësimin në BE, duhet ta dimë që Greqia ndoshta bashkë me ndonjë shtet tjetër, Serbinë apo tjerë, do fillojnë që të provokojnë Shqipërinë me qëllim që të dështojë antarësimin e Shqipërisë në BE, duke nxitur këto probleme siç është shpallja non grata të disa gazetarëve shqiptar, të cilët promovojnë emisione të ndryshme, kulturën, historinë, denoncojnë korrupsionin e tjerë që nuk kanë lidhje fare me politikën apo me diçka ekstreme gjatë për ndryshim kufish midis dy shteteve apo nxitjen e urrëties etnike dhe fetare midis dy popujve. Ky është mendimi im në këtë rast që themi edhe për zotin Artan Hoxha, i cili është i gazetar i njohur, i cili ka denoncuar gjithnjë në reportazhet e tij për drogën, korrupsionin, flasim për çështjet penale. Në këtë rast, si është e mundur që vjen një lëvizje e tillë nga Athina zyrtare duke shpallur non grata një gazetar i cili po themi është në profesionin e tij dhe jemi në vitin 2025 ku akoma është kjo qasja nacionaliste e grekëve ndaj shqiptarëve dhe konkretisht ndaj një gazetari shqiptar. Pra, çfarë ndodh në këtë rast në mendjen e zyrtarëve grek? Duhet ta dimë që Greqia, grekët në librat e tyre shkollore që në fëmijëni ushqen edhe nga kisha e tyre me një urrëtie të madhe ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve, të ku gjithmonë promovojnë robërinë e motrës vogël të tyre periudhë, pra aneksimin e jugut të Shqipërisë e kanë nëpër librat shkollore, nëpër aktivitetet shkollore, në aktivitetet zyrtare të qeveritarëve grek, për shembull që organizojnë parakalime dhe tubime nga ministra grek, deputet grek për autonominë, për ndryshim kufi ndaj Shqipërisë, ku i paraqesin shqiptarë si turko-albani, domethënë turko-shqiptar nuk janë shqiptar. Pra, këto janë nxitje shtetërore dhe kishtare, domethënë fetare. Kjo gjë duket qartë edhe kur një gazetar i rangu si Artan Hoxha shpallet non grata, por dhe shumë politikanë diun në heshtje, ku kanë dashur të vizitojnë Greqinë, Greqia ju është përgjigjur që ne nuk sigurojmë jetën e juaj brenda territorit të Greqisë. Në këtë rast, si e keni parë reagimin e shtetit shqiptar, i cili pothuajse s'ka pasur reagim fare në këtë drejtim? Shteti shqiptar ka heshtur duke patur parasysh që gjithmonë jemi të përkulur përpara Greqisë, përpara vetove që Greqia na trem gjithmonë për antarësim në BE apo dhe kur ishte antarësimi në NATO për kushtet e ndërtimit të 8.000 varreve greke. Ky që shteti shqiptar ka preferuar më mirë të heshti duke treguar një dobësi dhe jo një seriozitet si shtet që jemi, si shtet që pretendojmë të jemi antar BE-s, si shtet që duhet të mbrojmë interesat e qytetarëve të saj, interesat e shtetasve të Shqipërisë. Pra, për mua nuk është çudi sepse di shumë fakte dhe shumë gjëra të tjera që Greqia gjithmonë i ka në lupë për t'i shpallur non grata të gjithë ata shqiptarë, qofshi historian, profesor, intelektual dhe gazetar, non grata të padëshurueshëm brenda territorit të Greqisë. Po cili është qëllimi i shtetit grek në këtë rast kundrejt këtyre lëvizjeve, pra që ndërmerr sa i përket ndaj gazetarëve, ndaj personave të tjerë, ku edhe ju jeni të prekur, siç keni deklaruar, nga vetë shteti grek në këtë rast? Greqia në këtë do të tremi shqiptarët të brezët e ardhshme që mos të përmendin historinë e Shqipërisë, historinë e Çamërisë, mos të përmendin të drejtat e pakicave që jetojnë në Greqi dhe këtë rast pakica shqiptare, të mos përmendin të drejtat që u takojnë shqiptarëve brenda territorit të Greqisë, kontributin e arvanitase pra të shqiptarëve në themelimin e shtetit grek. Unë që në 2004 jam përzënë nga Greqia në heshtë dhe atëherë nuk e kam bërë madhe, domethënë për ashtu kam preferuar të heshtë dhe mund të shkoj. Por, siç e thash, ne jemi në lupë të shtetit grek, ne dhe familja tona. Do të tregoj një rast shumë interesant. Para 6-7 muajve ambasadorja e Greqisë edhe një profesor i të drejtës gjykatës i Athinës majti një ligjërat në një universitet të Maqedonisë rreth të drejtave të njerëzit, rreth penale, dhe në atë në panel ishte edhe një birë që është student në atij universiteti dhe i bëri pyetje për të drejtat e pakicave kombëtare në Greqi si dhe ligjin e luftës që man një anë shumë Greqia. Profesori i juridiku, domethënë, nuk dha përgjigje, tha nuk më takojnë mua këto, edhe pse ai ishte ftuar për të dhënë përgjigje rreth ka të bëjë me ligjet ndërkombëtare të pakicave kombëtare, tha këto janë politike. Dhe mas ligjëratës së tij ambasadori kërkoi që takonte këtë student që i bëri këtë pyetje kaq interesante në Maqedoninë e Veriut, dhe pasi tha që kush është emri mbi emrin, ambasadori tha që ke djali Arbellallës që në 30 vite tha
e vëzhgojnë tha dhe nuk po e kuptojmë asnjëherë tha lëvizjet e tij që bën në drejtim ndaj Greqisë. Pra ne jemi në luftë, të gjithë ata njerëz që mbrojnë identitetin shqiptar, thonë dhe mbrojnë të vërtetën dhe nuk tregohen lojal apo servil ndaj Greqisë në dëm të Shqipërisë, gjithmonë do poshtrohemi apo gjithmonë do shpallemi non grata. Kjo është Greqia, një shtet me mentalitet mesjetar, një shtet që është antar i NATO-s dhe i BE-s dhe shpreh të gjë e kanë ato që ne ju shpallim non grata. Por nuk është ndonjë tragjedi e madhe për mua si individ nëse nuk shkojmë në Greqi, ne mund shkojmë në Itali, mund shkojmë kudo në botë lëvizim lirshëm, por me Greqinë na lidhin sa gjëra shpirtërore duke patur parasysh kontributin e madh të shqiptarëve në Greqi, duke patur parasysh që nuk ka asnjë familje shqiptare në Shqipëri mos ketë një të afërm në Greqi emigrant aty ku dhe unë vetë kam qenë emigrant, ku dhe Artan Hoxha siç ata ka qenë emigrant dikur dhe ka familje atje, ka vllain aty, kështu që ata kërkojnë të na kpusin një pjesë të damarit tonë, mos kemi kontakte të tilla me tafshin tanë që kemi Greqi dhe që janë ligjërisht. Cili duhet jetë reagimi i shtetit shqiptar në këtë rast, i cili duket me mec, po themi, sa i përket rasteve të tilla, sa herë që Greqia ndërmerr lëvizje të këtilla duke shpallur non grata edhe gazetar. Shqipëria, Republika e Shqipërisë duhet i çojë një notë proteste dhe duhet kërkojë llogari apo shkakun kryesor pse një gazetar i tillë apo një profesor i tillë apo një intelektual i tillë për shembull në shumë raste të shpallen non grata dhe ta ngrihet këtë çështje edhe në NATO, ku siç dihet ne bëjmë pjesë bashkë në një ushtri të përbashkët që në rast lufte ne duhet mbrojmë krahët e njëri tjetrit. Pra si mund t'i mbrojmë ne grekët apo grekët neve, kur në këtë rast na shpallin non grata, jemi të padëshiruar, kur ne nuk jemi kriminela, nuk jemi mafioza, nuk bëjmë kelet ligjit në Republikën e Greqisë. Shqipëria duhet të reagojë me nota proteste, si në NATO, po si në të gjithë organizatat e tjera ndërkombëtare. Sepse ne nuk jemi nxitës të urrëtieve midis të dy popujve, po përkundrazi themi dhe mbrojmë të vërtetën. Duke u referuar këtyre rasteve që kanë ndodhur deri më tani, a mendoni se Greqia ka një agent të tillë kundrejt shqiptarëve të cilët kërkojnë të vërtetën siç thatë ju, por edhe ndaj një elementi mjaft të ndjeshëm siç është çështja e çamërisë? Greqia është një shtet shumë i fuqishëm dhe i organizuar, ku mohon rreth par gjithë pakicët kombëtare që ndodhen atje, nga shqiptarët, slavët, romët, egjiptasit, vllehët, turqit, por ajo ka një ministri që quhet Ministri i Informacionit dhe Propagandës me rreth një ushtri 3200 gazetar që i orientojnë që të krijojnë opinione të tilla që i dëshiron shteti grek, siç thash, opinione ndaj individëve të caktuar shqiptar, siç thash, imponimin e disa gjërave mashtruese. Pra është një shtet i mirë organizuar në këtë rast kundër individëve apo elementeve siç është rasti i Artan Hoxhës apo i Marin Memës apo dhe shumë të tjerë, unë di dhe shumë raste tjera që janë shpallur. Kemi për shembull pleq në moshës 80-90 vjeçar, vetëm se në pasaportat e tyre kanë patur të vërtetën që kanë lindur në Çamëri, në Filat apo në Margëlliç apo në Gumenis dhe janë shpallur non grata dhe nuk janë lejuar. Do të tregoj edhe një rast tjetër në vitin 2015 apo 2016, mos gaboj, një zëvendësministre e Shqipërisë që ishte ftuar në një simpozium ndërkombëtar për punë sociale këto, u ndal në doganën atëherë që mos të hynte në Greqi vetëm pse origjina e saj ishte nga Çamëria apo ishte aktiviste e shoqatës Çamëria apo e partisë BDU që mbron të drejtat e shqiptarëve të Çamërisë dhe është bërë ndërhyrje ndërkombëtare që kjo mas 4 orësh të hynte në Greqi për të marrë pjesë në këtë aktivitet ndërkombëtar siç ishte për punë sociale për të organizuar. Në këtë rast, ju si e shpjegoni, si është e mundur që një vend antar i BE-s dhe nga ana tjetër kur Shqipëria synon antarësimin në Bashkimin Evropian ka koncepte të tilla nacionaliste dhe ka koncepte të tilla konkretisht ndaj gazetarëve, ku kërkon të arrijë Greqia në këtë rast? Greqia gjithmonë i bën këto gjëra për të mbajtur në heshtje dhe në gjumë qytetarët e saj grek që janë atje shtetas grek, të cilët nuk kanë origjinë greke, po janë me origjinë, siç e kam thënë, nga Bullgaria, Maqedonia, Shqipëria, hebrenj, turq, duke i mbajtur këto me dhunë që nuk njeh asnjë pakicë kombëtare dhe ushtrojnë gjithmonë presione të tilla që mos të zgjohet një lëvizje e tillë për kërkuar të drejtat e pakicëve atje që janë qenë themelimin e shtetit grek para 200 viteve. Dhe është i vetmi shtet që thot 100% jemi grek pastër, jemi ortodoks pastër, ku atje edhe katolikët që janë grek poshtrohen, përndiqen,
ku varezat e hebrejve të komunitetit hebrejnë Selanik dhunohen, shpeshherë thyen, ku dhe shumë të besimeve të tjera siç janë Jakubat që përndiqen atë që janë grekët e shtetës greke, është një shtet racist që është i lidhur fort me fen ortodokse dhe vjen në këtë mënyrë. Por, nëse do ta shikojmë thellë Greqinë, është një shtet i kalbur, nëse do të shikojmë është një pa të ardhme, ka rreth mbi 3 milion pensionista pleq, rini nuk kanë, po të shkojmë shkollat e tyre, mësojnë fëmijët e emigrantëve si nga Shqipëria, Bangladeshi, Pakistani, India, Egjipti dhe shumë vendeve të tjera. Por atje ushtohet një dhunë brenda në shkollë ku mësohet vetëm feja ortodokse nga këta, edhe pse vinë me origjinë nga familje muslimane, nga këta fëmijë atje, thotë që gjithë ju jeni grek dhe mos mendoni se keni përardhje nga India, Pakistani, Bangladeshi,